What the fuck? Hey njerëz të bukur, mirë se keni ardhur në live. Mirë se keni ardhur në live. Më falni që do ju ndërpres transmetimin e kësaj video e cila është shumë bombastike, por është shumë e rëndësishme që në fillim të bëni subscribe, okay? Që të mos humni asnjë nga prodhimet e Andales. Por pas pak do kemi në telefon kë do kemi? Mirin. Mirin, më të mirin. E vërtet dhe në fakt, fatos, në podiumin final ishte një vajzë dhe një djalë, siç jemi në të dy, ishte Selina dhe Miri. Dhe fitoi një vajzë. Patjetër, por ne kemi bërë një sondazh në Instagram, në faqen e WTF Show by Andale, që duhet ta bëni gjithë follow, se aty çfarë themi dhe çfarë bëjnë. Kanë votuar goxha njerëz dhe kanë thënë që 53% thonë po e meriton. E meriton, okay. Dhe 47% thonë jo nuk e meriton. Pra tregon që Miri dhe Selin kanë qenë afër, pra ka pasur dhe pëlqim nga publiku për Mirin. Pa diskutim që ka pas, madje ka pas më shumë se Mateo, edhe pse Mateo ka pas shumë ndjekës live, por nuk janë në rrjetet sociale, por nuk janë përkthyer në vota me sa duket. Shikoj, ne kam thënë një herë, çifti ka pasur shumë fansa të dashurisë të tyre, por që janë kryesisht mosha të vogla të cilat nuk votojnë, kështu që ndonjëherë këto mosha të marrin dhe në qarë. Por rëndësika që Mateo është i pëlqyer. Patjetër që është i pëlqyer, por unë do doja tani fatos të merrni Mirin në telefon. Merë tani mos e zgjat më shumë të shohim se çfarë ka bërë Miri sa ka dalë nga shtëpia dhe si është situata e tij. Alo, Miri? Ti je? Jo, po, unë e di kush je ti, po e di ti kush jam unë. Ma thuj. Artemisa nga Andale. Po si je, mo Miri? Si ke qenë? Mirë. Dëgjoj, unë të marr nga Andale, jemi në regjistrim për të pyetur si je fill pas Bigut. A je i zgënjur që dole në vend të dytë dhe nuk fitove çmimin e madh të Big Brotherit? Shiko, e vërteta e gjithë sa gjës, unë nuk jam i zgënjur për asnjë lloj gjëje, sepse unë nuk jam futur atje që të fitoja çmimin e madh. Unë jam futur që të fitoja zemrat e publikut dhe atë që doja unë e arrita, sepse po e shikoj tani që kur dola jashtë kam një publik që më mbështet aq shumë dhe më ka vlerësuar aq shumë për njeriu që unë kam treguar atje brenda, për qytetarinë time, për kulturën time, për mirësinë time, për zemrën e madhe, që ndoshta mund të ishte dobësi, po unë ky jam Miri. Më i miri. Je Miri. Po me Selinën, ke patur mundësi të diskutosh pas fitores së saj? Me kë? Me Selinën. Kush është? Ajo që ndave podiumin final, sa përqind të fitores mendon që ishte edhe shtys e jotja në lojë, pra sa përqind e fitores së Selinës të takon dhe ty mendon, se është aluduar këto ditë në rrjet. Mua këtë ma bën në pyetje gazetarët në momentin që dola, dhe thanë që 30% e fitores saj është prej tejet. Ti çfarë mendon? Unë i thash dhe u përgjigja, i thash këtë duhet ta thot ajo që fitoi, nuk duhet ta them unë, por mendoj që normalisht me logjik edhe me lojën që është parë, një pjesë e fitores saj është edhe kontributi im normalisht. Besoj ke patur mundësi të shohësh pak lajmet dhe është aluduar, po Miri si e ka marrëdhënien me bashkëshorten tani, a patut mundësi të flisje me bashkëshorten tënde? Po patjetër se ajo ishte aty. Çfarë të tha? Edhe kishte dalë ajo më mirë se unë duket. Po ajo ishte shumë krenare për çfarë unë kam dhënë aty. Ka qenë shumë, ka pas shumë besim për gjëra që unë do bëja aty. Dhe çdo gjë që ka ndodhur në atë shtëpi, ajo e ka kuptuar shumë mirë se çfarë unë kam bërë dhe ka qenë një nga forcat e mia faktikisht që unë isha shumë i qetë edhe shumë i bindur për çfarë po bëja, sepse duke njohur mirë bashkëshorten time dhe duke ditur shumë mirë se kush është ajo. Pra isha shumë i qetë në vendimarrjet që merrja dhe në strategjinë e lojës që unë përdorja në atë shtëpi. Miri, doja të bëja edhe një pyetje. Cilin prej banorëve të Big Brother VIP5 nuk do kesh më komunikim jashtë shtëpisë? Janë shumë. Janë shumë. Rogerti për shembull, duk shumë i trishtuar që doli në vend 4. Nuk e di, a do kesh më komunikim me Rogertin apo mendon që miqësia juaj s'do ketë më rikuperim? Dëgjoj, unë me sa keni kuptuar dhe ju, edhe unë jam munduar ta shpreh, unë jam shumë njerëzor.
Pa. Me thënë drejtën edhe unë fal. Unë jam nga ata njerëz që fal shumë. Edhe mendoj që në zemrën time ka vend për gjithçka dhe për shumë njerëz. Por këtu kuptohet që diferencat do ta bëjnë ata njerëz që kanë qenë të vërtet me mua, e kanë pas shoqërinë me mua të vërtet, jo për të shfrytzuar personazhin që unë jam, jo për të shfrytzuar njeriu që unë jam. Kështu që seleksionimi do ketë me patjetër. Me patjetër është shumë taksative. Me patjetër. Dhe një pyetje të fundit Miri që mos të mbaj shumë gjatë, a je penduar për diçka gjatë rrugtimit tënd në Big Brother VIP, diçka që do doje ta ndryshoje? Nuk do thoja që jam penduar, sepse ajo lojë një herë të vjen dhe ti do ta luash ashtu siç të vjen. Por mund të kisha luajtur me një strategji edhe pak më ndryshe, pra të shfrytëzoja disa momente të tjera, por duke qenë se ti je me një shtëpi që nuk ke asnjë lloj kontakte, asnjë lloj mundësie, asnjë lloj situate që të t'japi një informacion, sepse unë kam qenë nga të paktit, mos themi vetmi banor, që në atë shtëpi nuk kisha asnjë lloj informacioni nga njerëzit e mi, nga situatat që janë jashtë, nga dinamikat që perceptohen jashtë, kam qenë si të thuash, pa një busull, ndoshta pa një orientim. Pa orientim, po, është fikse fjala, pa një orientim nga familjarët e mi. Patjetër që mund të kishte mundësi të tjera, por që të mbër pishman për diçka ose të kem pendes për diçka. Jo. Miri, ai që isha aty brenda. Më i miri. Se ne kemi në zemër dikë që edhe ti ke shumë në zemër, Monika Kryemadhi, nuk e di a biseduat mbas finales çfarë të tha. Unë Monikën e kam pasur në zemër, e kam në zemër, edhe do ta kem gjithë jetën në zemër, edhe unë do t'ju them diçka, që nëse ka pasur një zbulim ky Big Brother ose nga ato zbulimet e këtij Big Brotherit, ka qenë Mona dhe Miri. Të dy kanë kaluar nga autofoja dhe Mona madje nëse diti e ka falnesh atë pozicion. E kemi pyetur ne në një premier filmi që u bë pastaj gurgule dhe e ftuan, kështu që ne jemi bërse be për Monën. Miri, shumë faleminderit. Faleminderit që më keni suportuar. Do t'ju falenderoja pa mas me fjalë shumë të mëdha, por jam në një moment që e kuptoni dhe vetë. Duhet të kuptoj çfarë kam bërë, duhet të kuptoj çfarë është bërë, edhe duhet të di. Merë thjesht kohën. Merë kohën tënde dhe kur të jesh më mirë, ne të presim gjithmonë krah hapur. Faleminderit shumë. Kjo që thoni ju është gjëja më e bukur që dëgjoj nga ju, por duhet dini një gjë që për të pasur kohë dhe për të marrë kohë, nuk ka kohë. E vërtet, shumë e vërtet. Faleminderit Miri, të përqafojnë, pafshim. Faleminderit. I pa parë Miri na dha goxha muhabet, se si ishte dalja e tij pas Bigut. Miri është vlen të theksohet, sepse ne Mirin e kemi pasur përpara se të futej, siç e tham, ka qenë gjithmonë dhe mua e vetmja gjë që më erdhi keq për Mirin që nuk e shfaqja ai shumë veten e tij ishte që Miri bën shumë batuta, bën shumë për qeshur. Kjo do thoya pavarësisht lojës së tij që ndoshta ka qenë shumë e ashpër, ndoshta me luftat kundër Selin, me luftën me Rogertin, me Mateon. Ai duket që thellë është një person i cili ka humor, ka dhe dukshëm, tha që unë dhe falsa, kështu që nuk kam hatër vetje. Miri është njeri mirë. Tani do kalojmë në një moment tjetër të këtij live-i. Unë tani do të zbuloj 5 emrat e banorëve që kanë fituar më shumë followers në Instagram në këtë edicion të Big Brother VIP. Kurioz? Edhe popularitet, besoj, automatikisht. Jam shumë kurioze. Me vendin e fundit është Bajamja, është Kristi Lama, i cili ka pas vetëm 20k followers, 20.1 dhe aktualisht ka 81.000 followers, ka fituar pra 61.000 ndjekës. Shumë ka fituar, bravo Kristi, edhe koncerte po? Po, në vend të katërt është Miri me 89.000 followers më shumë. Miri kur ka hyrë në shtëpi ka pas vetëm 12.7k followers. Mateo ka fituar 132.000 ndjekës, aktualisht është 167.000 ndjekës. Bravo Mateo! Në vend të dytë është Nusja Mateos, Brikena, e cila ka pas vetëm 187 followers, tani ka 383.000. Shi Brikena, e pas ka rritur goxha Instagramin Brikena. E vërtet, në vendi i parë, nuk do e prisni, por është ajo që fitoi. Big Brother Selin ka fituar 227.000 ndjekës të rinj, sepse ka pas vetëm 10.4k
kur ka nis Biku? Shumë pak ka patur dhe shumë ka tani. E sa do ketë, sa do shtohen gjatë verës. Patjetër, do filloj edhe rrezik edhe programe tani në Top Channel, se po të kapi topi së lëshon më. Si do fillojnë programet në Top Channel, do fillojnë dhe programet e reja në Andale, dhe siç e keni parë, a i diti që janë hap audicionet apo jo? O, Fatos, nuk e dia jam për të na zëvendësu ne apo do vinë të hapin gjëra të reja, ky është halli. Po unë kërkoj audicione, kërkoj një bol me syze, sepse Kostiani ka bërë operacion, ka bërë një ndërhyrje, se mund ta quajmë operacion, ka heq syzet, për këtë arsye nuk është edhe sot në live, kështu që nëse jeni i bëshëm, keni syze, keni një sens humori që sadopak mund t'i afrohet Kostianit, edhe pse dyshoj. Dhe nëse mund të bëni role si Monda, patjetër ju mund të aplikoni. Shiko, unë nuk e di, Dalina tha që kërkon emra të rinj dhe jo njerëz që të na imitojnë ne, kështu që unë them ta marrim ta pyesim se çfarë na kanë dëgjuar veshët vërdall në vil, kanë dërguar lloj videosh në lloj video, kështu që merret ta sqaroj një herë mirë se si duhet të jenë videot. Ta marrim. Dalina, si e ndjes që të shqetësoj, por jemi live në What of a Live unë dhe Misi. Jemi një kap më poshtë. Po, jemi një kap më poshtë. Jemi shumë larg jemi. Po të telefonojmë se kanë dalë ca zëra që do na zëvendësosh, nuk e di sa të vërtet janë. Nuk e di Fatos, varet se sillesh. E pas ka me ty Fatos Dalina. Një gjë tjetër është sigurt, nuk bën 2 herë Fatos. Do të them diçka. 2 veta nga aplikimet e imitonin ty. Me vërtet? Po si më imitonin mua? Po kisha të shprehjet tua. Interesant. Okej. Do të në lush ju flasi kështu, po unë e ndjeva që po të imitonin. Po, është impakti, por cilët janë kriteret që Andale po kërkon për momentin për gjithë ata që janë duke na ndjekur dhe duan të bëhen pjesë? Shiko, ne nuk kemi, të jemi sinqerë, nuk kemi entuziazmin e radhës së parë, ku ishim shumë entuziast për të gjithë dhe i dashuronin të gjithë, pa përjashtim. Paka shumë tani e dim se çfarë na duhet. Jemi shumë të lumtur me ekipin që është. Mendoj që kemi një ekip të fortë, edhe nuk po bëj audicione për, ndoshta nuk e kam synimin për të zëvendësuar, por për të shtuar disa gjëra që unë mendoj që kërkoj një tipologji tjetër, qoftë çuni apo goce. Dhe kryesisht unë kisha përqendrimin tek vajzat për disa gjëra të cilat unë nuk mund t'i them tani, por desha një gjë tjetër, pra një ajër, apo mendoj që aty është dhe një tipologji që ende nuk është shfrytzuar sa duhet në Andale. Çfarë videosh duhet të dërgojnë aplikantët? Se ndoshta janë konfuz. Shiko, aplikantët nuk kam se të jenë konfuz, sepse shumica janë mbi 18 vjeç, truti ka në vend, më fal që e them këtë, por nëse ti do të prezantohesh, pra në një media ku siç e ke vënë re, sepse Andale shqyr Zotit është gjithandej gjithë kohës dhe ti sheh gjithë kohës. Po, gjithë prodhimet tona. Sheh 16 të rinj që flasin, aktrojnë, lëvizin, idhen, bëjnë, pra ka gjithçka, ti nuk mund të dërgosh video makinash. Nuk mund të dërgosh video duke pozuar me muzikë, duke parë, sepse unë që jam një nga përzgjedhësit kryesore e para jam femër edhe nuk kam asnjë interes sensual, seksual. Pra dërgoni video tenisi që t'i bëni për vete Dalinën. Tenis po, por nuk mund të më shohësh mua të bësh buzët në profil, sepse unë kam asnjë lloj interesi. Nuk na duhen njerëz që nuk flasin në Andale, ku ju të tërë jeni llapazana më të mëdhenj të vendit. Kështu që ju duhet jeni mjaftueshëm të mençur, aq pra me një IQ normale për të kuptuar që ju duhet prezantoni veten dhe bëni një prezantim sa më të mirë, keni kohë, regjistroni atë gjë, nuk është si audicion që të mbërthen edhe frika dhe ankthi. Po pra kanë kohë ta bëjnë si të duan. Mund ta regjistroni deri në 25 prill, keni kohë për ta bërë ashtu siç doni ta bëni bukur, për treguar si thua gjallërinë tuaj, treguar ritmin, fantazinë tuaj, kreativitetin tuaj. Ju e dini shumë mirë se ju vetë keni ardhur nga video, keni përzgjedhur nga 600 video. E vërtet. Ju na keni lënë mbresa sepse kishit një prezantim dinjitoz. Ndoshta ka ardhur koha unë të gjej atë video në arkive dhe ta postoj. Do të ka ardhur koha Fatos, do të ka ardhur koha që njerëzit jenë autentikë dhe nuk kanë nevojë të imitojnë askënd. Vetëm edhe kreativiteti vlen, për më tepër që atëherë nuk e dini për çfarë aplikoni njerëz. Shumë e vërtet dhe kjo, po, shumë e vërtet. Ne kemi qenë kështu pa asnjë informacion, ne dinim sigur do ishte për Anabel dhe doli tjetër për tjetër, kështu që e vërtet. Kështu që dhe kjo më vjen keq që një pjesë e madhe janë ndjekur që në hyrje, pse e djeg veten kotlla, pse e djeg veten, për çfarë?
lodhesh, ulesh, aplikon e kështu kur ti nuk respekton minimumi veten tënde për të bërë një prezantim ti dinjitos, po e Ne kemi vërtet. shumë kollaj të bëjmë skip edhe me begi buton për 3 sekonda bëhet skip. E vërtet. Urojmë që me këtë telefonat ti kemi shërbyer pak audiencës dhe të jem pak të qartësuar se si do të jenë video që duhet të dërgojnë në aplikimin e Dhe Andales. diçka tjetër që duhet theksuar dhe më vjen shumë keq sepse nuk është sqaruar aty, por preferojmë shumë që të jenë mbi moshën 19-20 vjeç, pra të jenë student dhe jo në gjimnaz, për shumë arsye, para për arsye Ligjore. që nuk kemi për momentin, dhe arsye ligjore shumë e rëndësishme. Po dhe koha. Për momentin. Po, koha na duhet për shumë gjëra të marrim lejen e prindërve, pra ka shumë elemente. Ndoshta për projekte të caktuara mund të kemi, prandaj nuk kemi bërë zë sepse mund na interesojnë për projekte të caktuara, por synimi jonë është në fakt që të jetë mbi 19 vjeç, 20, 21, pra deri në 28 vjeç është Limiti i moshës, po. Para se të kërkojnë të martohet dhe bëjnë këna. Faleminderit Alina për këtë Faleminderit. telefonat. Edhe ne të puthim pafshim. Uroj që të jenë më të qartë ndjekësit. Uroj që t'jenë më të qartë, unë do ta bëj edhe një herë dhe një video tjetër o fatos. Kohët për që, të rikujtoj kohët e vjetra. Në 25 prill është data e fundit që keni kohë për të dërguar video. Bëuni pjesë e vilës më të famshme në Shqipëri dhe të jeni kolegët tanë. Pikërisht, mund të jeni krah Fatosit, krah meje, krah Kostianit, krah të gjithëve neve. Dhe me këtë lajme e mbyllim live-in për sot them unë. E mbyllim live-in Fatos, por është shumë e rëndësishme që ju, buka gojë ose them gjithmonë unë, të bëni subscribe këtu poshtë që të mos humbisni asnjë nga prodhimet tona. Që sa kohë të jemi në live, t'ju vi njëftimi sipër direkt aty të lini çdo gjë që bëni dhe të na shikoni. Dhe mbi të gjitha ne do të kemi ritakim sërish të mërkurën në orën 6 dhe të premten si gjithmonë show jon Ora 8:00, kryesor. 1 orë paraban. Konkurrent kokë më kokë. Pafshim! Pafshim! Ándale.